Përshëndetje, le të interpretojmë së bashku panoramën e vitit 2026. Dashi, mbreti i kupave në muajin janar flet për një figurë të pjekur emocionalisht, të dashur dhe të kontrolluar, që krijon lidhje të forta bazuar në durim dhe mirëkuptim. Për ju mund të shfaqet një partner që ofron mbështetje intuitive, dashuri të thellë, duke ju ndihmuar me një empati të theksuar, ose ndoshta ky person mund të jeni ju vetë kundrejt të tjerëve. Drejtësia zakonisht thekson ndershmërinë, balancën, vendimet e bazuara në të vërtetë, duke kërkuar përgjegjësi emocionale në marrëdhënie. Në janar mund të vijë një moment qartësie karmike ku çdo veprim në dashuri vlerësohet drejt, duke çliruar nga padrejtësitë e së shkuarës dhe duke hapur rrugë për angazhime të shëndetshme. Njeriu i varur zakonisht flet për dorëzimin ndaj një perspektive të re, duke pezulluar veprimet impulsive për të parë dashurinë nga një këndvështrim tjetër, çka sjell një transformim emocional. Dhe me kartën e orakullit pastrim, pastrim vulos idenë e një energjie të pastër, pra pastrimin e energjisë, duke hequr pengesat e vjetra për të rifilluar me qartësi dhe pa ngarkesa negative nga bagazhet e së shkuarës. Atëherë kemi muajin shkurt, që është Page of Wands, 3 shpatat, 6 monedat dhe idejimi. Në shkurt, 3 shpatat tregon se mund të përballeni me një të vërtet të dhimbshme, një konflikt ose një zhgënjim zemre që nuk mbulohet më dot, por kjo e çliron energjinë për të parë qartë se çfarë nuk funksionon. Dhe faqja e shkopinjve, pra Page of Wands, tregon se pas kësaj rilind një shkëndije re, një njohje, një projekt, një mesazh apo një rrugë që ju ndez kurajon dhe dëshirën për të dalë nga dhimbja duke vepruar. Dhe me 6 monedat flitet që mësimi më i madh i muajit është balanca, pra të mos jepni më shumë se ç'merrni, të mos pranoni lëmosha emocionale, por marrëdhënie ku respekti dhe përkushtimi janë reciproke. Dhe me kartën e idejimit tregohet se nga kjo përvojë lindin ide të reja për jetën, si të organizoni punën, parat, apo mënyrën se si fusni njerëzit në zemër. Pra, për shkurtin, një dhimbje ose një shkënjim do të hap derën për ide të reja dhe një ekuilibër më të drejtë në dhënien dhe marrje në jetën tuaj. Muaji Mars. Për muajin Mars kemi mbretëreshën e shkopinjve, 5 shpatat, mbreti i shpatave dhe reflektimi. Për muajin Mars, mbretëresha e shkopinjve tregon që vjen një val fuqie dhe pasioni, ku do të ndiheni më të sigurt, më udhëheqës, me dëshirë për të marrë iniciativa në punë, në dashuri apo në projekte personale. Por 5 shpatat paralajmëron që rreziku është të bini në konflikte, ku dikush do të dalë me patjetër mbi tjetrin, edhe nëse kjo do të lëndojë zemrën, ndaj kujdes te fjalët, ironia, krenaria dhe betejat e panevojshme, sepse 5 shpatat është fitimi i ndonjë betejë me çdo kusht. Mbreti i shpatave kërkon që para se të veproni nga zjarri i mbretëreshës së shkopinjve, të uleni në fronin e mendjes së kthjellët, sepse vendimet e Marsit duhet të jenë të arsyetuara, të drejta dhe të komunikuara qartë, pa drama. Ndërsa karta reflektimi, tregon se ky muaj është pasqyrë, ku konfliktet dhe bisedat e vështira
ju tregojnë se si po shfaqeni ju vetë, pra a jeni më shumë zjarr impulsiv apo një mendje e ftohtë. Dhe ju fton se si po shfaqeni ju vetë, pra ta shihni veten. A jeni më shumë zjarr apo mendje e ftohtë. Pra me pak fjalë duhet të gjeni balancën midis pasionit dhe qartësisë. Flitet për një muaj ku duhet përdorur strategjia, ku duhet të reflektoni thellë mbi konfliktet dhe mënyrën se si përdorni fuqinë tuaj përpara se të flisni apo të veproni. Muaj prill. Në muajin prill kemi 3 shpatat, hënën, mbretëresha e shpatave dhe mbrojtje, protection. Atëherë në muajin prill, 3 shpatat në krye tregon se prilli mund të sjellë një moment ku e vërteta dhe dhimbja takohen. Mund të jetë një bisedë, mund të jetë një zbulim, ose një ndarje që ju lëndon, por heq nga zemra diçka që po e shponte prej kohësh. Dhe mund, hëna, tregon se para ose rreth kësaj dhimbjeje ka pasur mjegull, ka pasur iluzione, frikra, dhe ndoshta mosthënie, por prilli bën që ajo që ishte në hije të dalë në dritë, që të mos jetoni më me dyshime. Dhe mbretëresha e shpatës vjen si versioni juaj i fuqishëm mendor. Pra pas kësaj eksperience, ju i flakni justifikimet, flisni drejt dhe vendosni kufi shumë më të qartë me njerëzit dhe situatat. Dhe karta protection, mbrojtje, tregon se edhe nëse ndihet e dhimbshme, kjo ngjarje në thelb është një mbrojtje shpirtërore. Zoti po ju heq nga një histori që nuk ju mbron, që të mund të lulëzoni sërish, por mbretëresha e shpatës mund të jetë edhe një femër afër jush, ose ju dëgjoni dhe mësoni diçka që ju lëndon apo zhgënjen, por që ju zgjon nga iluzionet dhe ju shtyn të vishni shpatën e arsyes për të mbrojtur zemrën dhe kufit tuaj. Maj. Në maj kemi asin e shkopinjve, faqen e monedhave, 2 shkopinjt dhe rejection, refuzimi. Në maj, me asin e shkopinjve në krye, flitet se maji ndes një shkëndij të madhe. Mund të jetë një pasion i ri, një projekt krijues, një romancë apo thjesht rikthim energjie që u bën të ndiheni gjallë pas muajve të mparshëm sigurisht. Dhe faqja e me monedhave tregon se kjo energji nuk mbetet thjesht fantazi, por paraqitet edhe një shans real që mund të jetë punë, kurs ose propozim ose mundësi për të investuar te vetja, por që kërkon durim dhe përkushtim. Ndërsa 2 shkopinjt ju vendos në një si tip pragu. Pra në një anë keni komoditetin e vjetër, nga ana tjetër dëshirën për të zgjeruar horizontet, për të udhëtuar, për të ndryshuar drejtim ose për të marrë një risk të llogaritur. Dhe karta refuzimi tregon se një derë mund të mbyllet, dikush thot jo, një mundësi nuk realizohet, ose ju vetë refuzoni diçka, por ky refuzim është filtri që ju shtyn drejt opsionit që realisht përputhet me pasionin dhe potencialin tuaj të ri. Në dashuri kjo mund të jetë një romancë ose pasion që nuk shkon siç ishte fantazuar, por ju çon drejt zgjedhjes se një rrugë mund të zgjidhni një rrugë më të shëndetshme se kjo që paraqitet për muajin maj. Ndërsa për punën, një projekt mund të refuzohet dhe ju orientoheni drejt një rrugë tjetër, më me perspektivë. Qeshor. Në qeshor kemi mbretin e monedhave, 8 monedhat e kthyer në të kundërt, kalorësin e shpatave dhe vetëdijen. Në qeshor, mbreti i monedhave tregon se thelbi i muajit është të riktheni ndjesinë e stabilitetit,
të ndjeni të sigurt në punë dhe në financat tuaja, duke u sjellë si dikush që e di se sa vlen dhe nuk pranon më pak, por 8 monedhat e kthyer në të kundërt sinjalizon që para kësaj mund të ndiheni të konsumuar, sikur nuk keni punuar shumë për njerëz ose situata që nuk ju kthejnë të njëjtën energji mbrapsht, ose ju kanë marrë para borxhe dhe nuk po ua kthejnë, ose ju vetë keni marrë dhe s'keni mundur t'i ktheni. Diçka e kësaj natyre. Ndaj qeshori ju nxit të mos i hidhni më orët dhe zemrën aty ku nuk ka rritje. Kalorësi i shpatave tregon se mendja juaj do të jetë shumë e shpejtë. Pra, me kalorësinë e shpatave që është këtu, ka gjithmonë vrull. Dhe mund të thoni gjëra që janë shumë të drejtë për drejta, të futeni në debate ose të hidheni në një vendim pa i menduar mirë detajet. Prandaj qeshori kërkon kujdes me fjalët dhe nxitimet, sepse më falni, kjo karta këtu nuk është vetë di, është pasoja, se unë gatrova. Pasoja të tregon se i gjithë ky kontrast, domethënë nga lodhja, nga puna e tepërt, kërkon nevojë për siguri dhe shpërthimet mendore po ju çojnë në një rrugë ose në një ngritje të vetëdijes. Dhe kjo vetëdije është pasuria e vërtet e këtij muaji. Atëherë kemi korrikun. Në korrik kemi vdekjen, 2 monedhat, hierofantin dhe kujdes. Për korrikun, me vdekjen në krye tregon se vjen një fund i qartë. Mund të jetë mbyllje nga puna ose nga ndonjë marrëdhënie, mënyrë jetese, apo thjesht shkëputje nga një model i vjetër që nuk ju shërben më. Është transformim i detyruar, jo thjesht ndryshim i vogël. Hierofanti në të majt tregon se kjo lidhje sikur është diçka, një lidhje e ngushtë me struktura tradicionale, familje, marrëdhënie zyrtare, mund të jetë kontrata ose bindje fetare ose bindje shpirtërore. Pra diçka e shenjtë për ju më tronditet që të riformohet me sinqeritet. Dhe 2 monedhat tregon se ndërkohë do të detyroheni të balanconi shumë gjëra, 2 burime të ardhurash, 2 drejtime në punë, ose 2 zgjedhje jetike, dhe do të ndjeni presion për të menaxhuar kohën, parat, pra gjitha këto me kujdes. Karta e kujdesit pikërisht ju paralajmëron të mos merrni vendime impulsive gjatë kësaj kohe, ose gjatë këtij transformimi, sepse emocionalisht korriku ndihet si muaj ku pritet kordoni nga diçka e vjetër. Por Zoti ju thot, ndryshimi është i pashmangshëm, prandaj ecni ngadalë, me sy të hapur dhe me shumë kujdes për trupin, financat dhe kufijtë tuaj. Gusht tani. Në muajin gusht kemi mbretëreshën e kupave, kalorësi i kupave, 2 kupat dhe sadness, trishtim. Në muajin gusht, pak melankolik ky muaj gusht. Në muajin gusht, mbretëresha e kupave dhe kalorësi i kupave së bashku tregojnë se gushti është muaji i zemrës. Ju jeni në energjinë e mbretëreshës së ndjeshme, që ndihet ëmbël sepse përreth ka një figurë ose situatë që vjen me ofertë emocionale. Mund të jetë një mesazh, mund të jetë një takim ose një hapje zemre. Në përgjithësi përcakton ndjenja romantike. 2 kupat e vullos temën e bashkimit. Ka potencial të madh për marrëdhënie të barabartë, pajtim me dikë, pra mund të jetë një pajtim ose njohje ku energjia juaj reflektohet bukur te tjetri, te personi tjetër. Megjithatë, karta e trishtimit, sadness, tregon se kjo bukuri nuk vjen pa një re trishtimi.
mund të ketë plagë të vjetra, frikë nga humbja, mall për dikë, ose thjesht ndjenjë se diçka e mirë vjen bashkë me dhimbjen që duhet lëshuar. Pra mesazhi është të mos mbylleni nga frika e trishtimit, lejojeni veten të ndjejë dhe të qajë nëse duhet, sepse pikërisht kjo thellësi ndjenjash e bën lidhjen më të vërtetë, më të shëndetshme, përpara se t'i hidhni hapat e radhës në dashuri. Shtator, muaji shtator. Në muajin shtator kemi 10 shkopinjt, mbreti i shkopinjve në të kundërt, 4 shpatat dhe trust, besimi. Atëherë, në shtator, 10 shkopinjt në qendër tregon se në shtator mund të ndjeni sikur po mbani mbi shpinë gjithë historinë, që mund të jetë punë, emocione, përgjegjësi familjare, ose një përgjegjësi për të tjerët, pra një familjar të sëmur, që mund të jetë i sëmur, i moshuar, mund të jetë fëmijë, mund të ketë probleme shëndetësore që nuk është i aftë kujdeset për veten. Dhe të gjitha këto përgjegjësi, të gjitha këto gjëra që rrotullohen rreth jush, po ju shterojnë dhe ju kanë bërë juve që po ju bëjnë juve të harroni veten. Mbreti i shkopinjve në të kundërt tregon se kjo barr po ju largon nga fuqia juaj natyrale dhe po ju shtyn në shpërthime nervozizmi. Por mbreti i shkopinjve mund të jetë gjithashtu edhe dikush në jetën tuaj i cili është abuzues, mund të jetë edhe fanatik ose i shthurur, i cili vendos egon e tij si kuror. Dhe 4 shpatat flet shumë qartë. Trupi dhe mendja në shtator kanë nevojë për pauzë, pushim, gjumë, heshtje, distancë nga drama, madje edhe një pushim nga luftrat që s'janë tuajat. Dhe karta trust ju fton të besoni se po të lëshoni diçka nga këto shkopinj, bota nuk do të shembet, edhe njerëzit e duhur do të dalin, dhe ju mund të riktheheni në versionin tuaj të fuqishëm pa sakrifikuar shëndetin apo shpirtin. Shtatori është muaj mësimi, nuk keni përse të jeni hero apo heroin që mban gjithçka sepse duke bërë pak jeni sërish mjaftueshëm. Tetor. Në muajin tetor kemi 7 kupat, 6 shkopinjt, 9 shpatat dhe komfort, rehati. Në tetor me 7 kupat tregojnë që tetori sjell shumë skenar në kokën tuaj, që mund të jenë fantazi, frikëra, dëshira, opsione në dashuri apo në punë, por jo gjithmonë të qarta. Rreziku është të humbisni në iluzione apo në ankth, pa vepruar konkretisht. 8 shpatat në të djathtë e thellon këtë, ndjeni sikur diçka ju lidh, por në fakt janë sabotime psikologjike. Frika nga gabimi ose humbja e komfortit ju mban të ngrirë. Megjithatë, 6 shkopinjt tregon se potenciali real i muajit është shumë pozitiv. Mund të merrni vlerësim, një fitore personale, apo edhe një moment ku ndiheni më të dukshëm me kartën e 6 shkopinjve, sepse është kartë suksesi, kartë fitoreje. Dhe komfort flet që çelësi është të gjeni ato opsion që ju e ndjeni, domethënë si ndjenjë sigurie dhe qetësie të brendshme, jo thjesht iluzion pasioni apo frike. Zgjidhni atë që ju bën të ndiheni mirë në lëkurën tuaj, edhe nëse duhet të dilni pak nga zona e vjetër e rehatisë. Me pak fjalë, tetori thotë, mos lejoni që mendja t'ju burgos. Pra, kjo është 8 shpatat, është burgosja e mendjes, mos lejoni që mendja t'ju burgos, mes mira skenarëve me 7 kupat, sepse ky bllokim është një bllokim triumfi, do thoja unë. Pra, zgjidhni bazuar në atë që ju jep realisht ndjesi suksesi dhe komforti. Hapni derën nga bllokimi drejt triumfit. Tani muaji nëntor. Në muajin nëntor kemi
të dashuruarit, the lovers, kemi krye preparation, 8 shkopinj dhe pain, dhimbje. Në muajin nëntor, të dashuruarit flet për fokusin e muajit, i cili në shifet të jetë në një lidhje ose në një zgjedhje zemre. Pra ka nevojë të vendoset për diçka në muajin nëntor. Mund të jetë një marrëdhënie romantike, mund të jetë një vendim mes dy rrugëve, ose test besnikërie ndaj vetes. 8 shkopinjt tregon që gjërat nuk ecin ngadalë, mesazhe, biseda, takime, lëvizje fizike apo emocionale ndodhin shpejt. Shtyheni të mos qëndroni pezull. Krye preparation thotë se pavarësisht këtij vrulli të jashtëm, përgjigja e vërtet nuk gjendet te fjalët apo logjika, por te heshtja dhe intuita juaj. Diçka nën sipërfaqe po ju flet shumë qartë nëpërmjet ëndrave apo sinjaleve mistike. Dhe me kartën pain, dhimbje, tregon se ky proces nuk është i lehtë. Një zgjedhje dashurie ose një e vërtet mund t'ju dhënë, duke prekur plagë të vjetra, tradhtie, braktisjeje apo zhgënjimi. Megjithatë, kjo dhimbje është pjesë e shërimit dhe jo dënim. Pra me pak fjalë, nëntori po ju fton të mos injoroni dhimbjen dhe as sinjalet e trupit apo të shpirtit, dhe bëni zgjedhjen që është në përputhje me atë që ndjeni thellë, por jo nga frika se do të mbeteni vetëm. Tani kemi muajin dhjetor. Dhjetori ka si kartë kryesore gjykimin, të dashuruarit, 10 monedat dhe kartën e suksesit. Në dhjetor, gjykimi flet se vjen një moment zgjimi, mund të rikthehet një histori, një person apo një temë vjetër që kërkon vendim përfundimtar. Ju thirreni në dhjetor të zgjidhni sipas së vërtetës së shpirtit, jo duke përsëritur modele të vjetra. Të dashuruarit tregon se ky vendim lidhet fort me dashurinë ose me një zgjedhje mes dy rrugëve. Zemra vihet në qendër dhe ju pyesni veten, me kë apo me çfarë dua realisht të eci përpara. Dhe 10 monedat flet se rruga që zgjidhni, nëse është në përputhje me këtë zgjim të brendshëm, ju çon drejt stabilitetit, një ndjenjë familjare, ose një ndjenjë fizike ose shpirtërore, baza të forta financiare dhe sigurie për të ardhmen tuaj. Dhe nga Prism Oracle, karta e sukses e vulos mesazhin e dhjetorit, që është muaj i shpërblimi. Pas gjithë panoramës së vitit, një vendim i marrë me ndërgjegje ju çon drejt një kapitulli shumë më të qëndrueshëm dhe të suksesshëm për ju. Gëzuar festat, dhe unë do shtoja dhe në muajin më të mirë që më duket mua, sipas panoramës, mendoj që mund të jetë muaji gusht, sepse mendoj që ka një pajtim. Nëse ka pajtim në muajin gusht, me mbretëreshën e kupave, kalorësin e kupave, 2 kupat dhe sadness, nëse ka një pajtim, pra që vjen dikush dhe kërkon falje, këto 2 kupat këtu që është bashkim dhe ky trishtimi, dua të mendoj që mund të jetë një trishtim i ëmbël. Nëse ka pajtim, për mua muaji gusht është shumë i bukur, sepse zakonisht pajtimet janë shumë të bukura, janë shumë të ëmbla, dhe njeriu ndihet i lumtur kur ka pranë vetes njerëz që i ka dashur shumë dhe nuk dëshiron t'i humbas. Ndërsa muaji sfidues, mua më duket prilli. Prilli, shtatori dhe nëntori më duken muaj sfidues, ndaj jeni më të kujdesshëm. Edhe një herë, gëzuar festat dhe mirupafshim.